Nezër dhe modra, ju falenderoj ka i pari deri të funit, edhe kam dy thirrje sot. Një e kam për popullin shqiptar kudo ku është, një e kam për politikën shqetësir që na ka shkatru jetën. Unë kam vetëm një frikë një jetë. Frika im është mos ky njerëzim shqiptar nuk ka për të bë bashkë. Se nëse ne bëna bashkë, i them kryeministrit kriminal, we are Albanians, o pudallej! Shqiptar ka dhënë prova që kanë rëzu Romën, kanë rëzu Turq, kanë rëzu Serb, kanë rëzu Grek. Jo 35 jetë sa pederast të shqit, kanë shqit krasë familjen, kanë shqit fëmijët. Ju bëj thirrje. Pash hatrin e Zotit e pash besimin që keni krejt shqiptar. Bëhuni bashk, ato që janë televizor, ato që janë këtu, ato që janë jashtë, të bëna gjithë bashk. U bëhe kjo situatë me studentat para 5-6 vjeç, edhe ne si budallej shumë negociator po me ka, me Edi Ramën. Edi Rama i lpijet me lonit zhuj, e shken me kam të krejt Shqipnin. Nuk ka negociata! Nuk ka negociata mas një politikan, ka qeveri teknike. Dum një qeveri teknike me garancin ndërkombëtare. Qoftë është nevoja me derdh gjak si me 21 janar të 2011-s, që kum ka politika pleher mu parin, jam i gatë që me lënë 4 fëmijë në rrugë, vriti mu e zoni këto plera. Në ka ardhë majtë punës, në ka flesh shpirti. Jena gati mu sakrifiku, kam vlezër shok, kam kushuri që jena gati marrë me derdh gjakun këtu, jo me lafe me televizor. O vi me derdhim gjakun sot, me shpik këto plera nga pushteti. Pash hatrin e Zotit o shqiptar, ku do qofshim gjoni. Pash hatrin e Zotit, mos bini viktim se politika nga ka shkel me kam 35 vjetë se ne kena ka vun fund. Ne dimu qënë kam, shqiptarët kam dhanë prova për menën krejt planetin, ndash në Harvard, ndash Oxford, për qatë dur shqiptarët janë, e dim krejt dhe që jena. Pash hatrin e Zotit mos u dërzoni, pash hatrin e Zotit kush ka kalamaj jashtë, kush ka kalamaj që dun me hik jashtë, kush ka njerës, kush ka halë si gjithë dhe të viktu. Deri sa kemi qeveri teknike, Zoti Bekov Shqipnin, Zoti Malkov, kush e shet Shqipnin.